Pa humbur kohë, vazhdojmë me përgatitjen e recetës së radhës. Sot do të gatuajmë sarma, por do ta bëjmë me lakër të bardhë, të cilën nuk e kemi turshi. Të gjithë ju që nuk i keni përgatitur lakra turshi, kjo është receta ideale e cilën duhet që ta provoni. Merrni një lakër pak më të madhe, unë kam zgjedhur një lakër dikon 3 kg. Tani do të vazhdojmë nga lakra që ta largojmë këtë pjesën këto me një thik të sprehtë, duke e prerë lakrën në 4 anë. Tani marrim një tenxhere pak më të madhe, ku mund që ta fusim lirisht lakrën që po e përdorim. Brenda tek tenxheria shtojmë ujë dhe pak kryp. Vazhdojmë tani që këtu ta vendosim lakrën për zjerje. Vazhdojmë tani në zjarr mesatar e zjejmë lakrën diku parafërsisht 15 minuta derisa të na zbuten gjethet e lakrës dhe të na bëhen përshtatshme për mbushje. Vazhdojmë që ta përgatisim tani mbushjen e sarmave. Fillimisht në një tigan do të shtojmë pak gjalp. Mua më pëlqen që në gatimet e mia ta përdor gjalpën. Ju mund ta zëvendësoni me margarinë ose me vaj, sipas shijeve të juaja. Ne tek gjalpi i shkrir vazhdojmë të shtojmë një qep të prerë imët për ta skuqur pak. Orizin e kam bërë gati, e kam larë dhe kam lejuar që të thahet dhe të largohet uji i tepërt nga orizi. Pasi shumica nga ju më pyetni për llojin e orizit, cilën unë e përdor në gatimet e mia, zakonisht e zgjedh këtë llojin e orizit italian nga Edona Company, cilën mund ta gjeni në të gjitha supermarketet më të mëdha. Në total po përdor një gotë, 250 ml. Tani që qepa po skuqet e po fillon të zbutet pak, vazhdojmë të e shtojmë orizin. Vazhdojmë e skuqim në zjarr mesatar për 3-4 minuta, vetëm orizin edhe qepën. Unë kur përgatis sarma, preferoj që t'i bëj në këtë mënyrë, pasi kështu më duket se rezultati del më i mirë. Pasi e skuqim orizin për 3-4 minuta, ndalojmë zjarrin tani tërësisht. Tani vazhdojmë që ta shtojmë mishin, thënë kur përgatis sarma, mishin nuk e skuq fare, direkt e shtoj tek orizi i nxehtë. Në total po shtoj 500 gram mish të bluar. Dhe tani me lugë përzihem mirë derisa mishi të lidhet me orizin. Vazhdojmë tani që brenda të shtojmë një lugë të mesme me piper të kuq. Kryp sipas shijeve. Për aromë më të mirë, unë preferoj gjithmonë që shtoj edhe gjithë mente të thata. Tani përzihem edhe një herë që të lidhen dhe mishi ta thith piperin e kuq dhe krypën, edhe lakra është zier dhe është bërë gati për mbushje. Vazhdojmë me mbushjen dhe renditjen e sarmave. Dhe tani që lakra është zier, është ftofur, dahet lehtë renda, është zbutur dhe është tamam për ta mbështjellur. Sot do ta bëjmë lakrën në formë roleje. Do ta mbështjellim sikur kur bëjmë pite, pse mos ta ndryshojmë pak. Pasi lakra është e madhe, gjethet janë më të mëdha, do të mbështjellen ashtu në mënyrë perfekte. Vazhdojmë i ndajmë kështu në këtë mënyrë dhe largojmë këtë pjesën e fortë të lakrës, që të mund t'i mbështjellim më mirë. Vazhdojmë që t'i mbushim me mishin që përgatitëm. Pasi mishin nuk e kam fërguar, do të qëndron top. Për atë arsye, unë e bëj gjithmonë në këtë mënyrë mbushjen. Vazhdojmë t'i mbështjellim duke i shtypur mirë. I rendisim në tepsi në këtë mënyrë. Tani marrim një enë pak më të madhe dhe aty shtojmë dikon 700 deri në 800 ml me ujë. Trashur lëngun sarmave, do të përdorim edhe pastë domate, por do të përdorim nga kjo pasta e domateve që është më e trashë. Është ky lloj cilën po e përdor Sera Domates Salçası, është një markë turke. Të jetë e mirë, ju sugjeroj që ta provoni edhe ju.
një lugë gjelle pas domate më trash, vazhdojmë dhe e shtojmë tek uji. Përzijmë mirë tani, derisa pasta e domateve të tritet mirë tek uji. Tani, me lëngun që përgatitëm, vazhdojmë që t'i mbulojmë sarmat. Sipër sarmat i mbulojmë me letër përpjekje, cilën e kemi lagur mirë me ujë. Në këtë mënyrë do të zihen sarmat në avull dhe nuk do të na thahen sipër. Vazhdojmë tani fusim në furrë. Furra është e parangruhur mirë në 250 gradë dhe lejojmë që të zihen një herë diku parafërsisht 25 minuta. Pas 25 minutave do ta largojmë letrën përpjekje dhe do të vazhdojmë që t'ju japim pastaj një ngjyrë më të bukur lart edhe diku për 5 minuta tjera. Sarmat janë gati, sa po I kam larguar nga furra. Presin që të ftohen ndikon 10 minuta, pastaj do të vazhdojmë që t'i prejmë, t'i shërbejmë dhe t'i shijojmë. Dhe të dashur miq, tani më sarmat I kemi gati dhe vazhdojmë që t'i shijojmë. Shpresoj që do t'i provoni edhe ju dhe t'i shijoni bashkë për një drekë të shijshme me familjen e juaj. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.